Në orët e para të mëngjesit të sotëm në sheshin e qytetarëve në qytetin e Lushnjës u zhvillua falja e Fitër Bajramit. Ceremonia nisi në orën 6:30, ku një numër i madh besimtarësh musliman u mblodhën për të kryer ritin e faljes në këtë ditë të shenjtë. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin besimtarë të shumtë, ndërsa ceremonia u drejtua nga myftinia dhe myftiu i Lushnjës, Gramoz Bliku. E urdhrit të Allahut është kënaqësi e cila ka kënaqësinë e përmbylljes me sukses të një prej shtyllave të Islamit, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na thotë Bunia Islam ala khamsa. Pra, është i ndërtuar Islami në 5 shtylla. Është kënaqësia e asaj ku krijuesi përgëzon krijesat e tij. Ku pejgamberi alayhi salam na thotë të gjithë punët e birit të Ademit janë për të, por vetë se agjërimi, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. E çka është ky shpërblim i dashur vëlla dhe motor? Është ai shpërblim ku pejgamberi alayhi salam thotë kush agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë në shpërblim do t'i falen të gjitha gjunahet. Në fjalën e tij ai përcolli mesazhe paqeje, mirësie dhe solidariteti, duke uruar të gjithë besimtarët musliman për këtë festë të rëndësishme që vjen pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë ditë të shenjtë të faljes së Fitër Bajramit, imami i xhamisë së Lushnjës, Albani Puka, përcolli mesazhin e tij të urimit për të gjithë besimtarët musliman. Imami i xhamisë gjithashtu nënvizoi vlerat që sjell kjo festë pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Atmosfera ishte e qetë dhe mbushur me ndjenja besimi dhe përkushtimi, ndërsa besimtarët ndanë urimet dhe gëzimin e kësaj dite të veçantë. Faleminderit që jemi për rastin, që më am të ekraneve tuaja, të çoj urimet e mia tek mbar besimtarët lushnjar, por jo vetëm, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin, Zoti krijuesi i gjithësisë pas pranuar prej jush agjërimin tuaj, adhurimet tuaja. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin. Pas muajit të sakrificës dhe të përkushtimit të Ramazanit, sot besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin, një ditë e cila personifikon vlerat më të mëdha njerëzore, solidaritetin, dashurinë, mirëkuptimin dhe respektin për njëri tjetrin. Gjej rastin të uroj gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, shëndet, mbarësi dhe begati të kenë në familjet e tyre. Gëzuar. Ju falenderoj shumë që më jep mundësinë të jap dhe të përcjell urimet e mia për çdo shqiptar, çdo besimtar. Sot është një ditë e veçantë për gjithë besimtarët musliman, por dhe gjithë shqiptarët, pasi sot përfundon muaji i madhëshëm i Ramazanit dhe kremtohet dhe festohet me këtë ditë shënuar siç është dita e Fitër Bajramit. Ndaj sot edhe për shkak të zgjedhjes veçantë që unë bëra, zgjodha që sot urimin ta përcjell pranë xhamisë me fëmijët e mi, me familjarët e mi, për të dhënë një mesazh që familja, shoqëria është e para, kështu që sa më pranë familjes, sa më pranë Zotit, aq më pranë çdo të mire dhe çdo mirësie. Kështu që gëzuar, mbarësi, begati, harmoni dhe lumturi dhe në Zotit çdo shqiptari dhe çdo lushnjari. Në muajin të shenjtë të Ramazanit, sot festojmë Fitër Bajramin për gjithë qytetarët e Lushnjës dhe gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin dhe Zoti ja u pranoft agjërimin, paqja dhe mirësia mbi zotrof në familjet tuaja. Gëzuar, gëzuar. Në këtë ditë të bekuar, gjej rastin që të uroj të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin, uroj që Zoti t'ua ketë pranuar çdo ditë agjërimi, sakrificë dhe lutjet tuaja. Paqe, mirëkuptim, besim dhe gjithë të mirat uroj për çdo familje shqiptare. Gëzuar. Gëzuar këtë festë të shenjtë, Fitër Bajramin, uroj gjithë besimtarët lushnjar dhe jo vetëm, një agjërim të pranuar, sa më të lehtë, paqe të shpirtit të tyre, shëndet në familjet e tyre dhe veç mbarësi. Gëzuar.